i Bufit, kemi të bëjmë me raste kur të zgjedhurit vendor, të gjithë fokusin dhe shërbimin e tyre nuk e kam vetëm për interesin personal, por e kam për një interes madhor, interesin e Partisë Socialiste dhe në vetë parë për Edi Raman. Dhe votat apo presionet dhe kërcënimet politike apo publike ndaj qytetarëve dhe zgjedhësve vetë i kanë bërë pikërisht për interesat të Edi Ramës. Dhe kjo është arsyeja që këta kryebashkiak sot jo vetëm që nuk hetohen dhe nuk dënohen ashtu siç do duhet realisht sipas ligjit, por amnistohen në një farë mënyrë pasi unë dua të ndaj një element tjetër. Zonja në fjalë është një personazh, po themi që ka hije të forta dyshimi jo vetëm për karrierën e saj politike, por edhe për të ardhurat e saj ekonomike, që s'pak deri tani nuk është marrë. Pra, po ta vësh re me të gjithë personazhet që po hetojnë nga prokuroria e posaçme, që lidhen me kryetarët e bashkive, po themi që sot janë në hetim se janë disa tashmë, nga Tërpoja në Kolonjë, në Roskovec, në Rogozhin, në Tiranë, patjetër, po edhe në bashki të tjera kemi disa kryebashkiak, sot s'pak nuk po merret me hetimin pasuror të tyre. Zonja në fjalë ka pasuri të dynshimta, të deklaruara në formularin e po themi, e kontrollit pas.